Thoni lamtumi i rrullave me këto dy përbërës që i keni të gjithë në shtëpi. Receta magjike e fytyrës është e pafundme, por një përbërës shumë popullor i cili gjithashtu është i mirë për lëkurën është edhe domatja. Nëse doni ta hidratoni, ta pastroni dhe ta bëni fytyrën plot me shkëlqim, thjesht eksperimentoni me këtë perime. Përbërësit që u nevojiten për realizimin e kësaj recete janë një domatë e vogël, 2 lugë gjedhë dhe përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Vendosni të dy përbërësit në një mikser dhe i lini derisa të realizohet një masë kompakte dhe homogjene, e gatshme për t'u aplikuar. Por si ta përdorni këtë masë? Trajtimi duhet të aplikohet të paktën një herë në javë në pjesën ku keni rrulla në fytyrë dhe në qafë. Me ndihmën e gishtave realizoni lëvizje rrethore të buta dhe e lini të veprojë në lëkurë për 10 deri në 15 minuta dhe më pas e shplani me ujë të bollshëm dhe me ujë të ngrohtë. Kështu do të arrini të realizoni një maskë natyrale për shëndetjen e lëkurës, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve.